Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dje është thirrur ambasadori bullgar, nga i cili është kërkuar sqarim dhe hetim i thelluar për publikimin në opinion të notës diplomatike lidhur me udhëtimin në Pamborovo të bashkëshortes dhe djalit të kryeministrit Hristijan Mickoski. Këto e konfirmoi ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Mucunski. Очекуваме не само објаснување, туку една темелна истрага како е дојдено до оваа ситуација, бидејќи ќе повторам и согласно меѓународното право. Вакво нешто е неприфатливо во меѓусебни односи во две држави, независно од тоа што тие имаат меѓусебни политички тензии, имаат држави кои што војуваат меѓусебно, па ваков тип на документи не излегуваат во јавност. Për rastin janë informuar edhe përfaqësues të partnerëve tanë strategjik dhe NATO-s, njoftoi Mucunski, duke shprehur shqetësim serioz për veprime të tilla në Bullgari fqinje. Këtë praktikisht e bëri të ditur kryeministri Mickoski para disa ditësh, kur i pyetur për sinjalet nga Bullgaria lidhur me marrëdhëniet mes dy vendeve, tha se mendon se gjendja po radikalizohet. Përgjigje ndaj reagimit nga Ministria e Punëve të Jashtme bullgare ende nuk ka. Sa u përket marrëdhënieve, por edhe mesazheve politike nga Sofia, Mucunski thotë se është e qartë se të dyja palët kanë qëndrime të ndryshme. Очигледно е дека по прашањето поврзано со европските интеграции имаме навистина различен став и различна интерпретација на тоа што се наши европски обврски и треба да се најде соодветен механизам да се разјасни сето тоа, но и за нас што е битно е да се постават цврсти гаранции дека ние нема да влеземе во еден постојан процес на билатерализација како што сме повеќе од 30 на години како држава. Ky qendrim i Mucunskit vjen pas deklaratës së Mihaila Doçovës, kryetare e Kuvendit të Bullgarisë, e cila porositi se Bullgaria dhe Maqedonia nuk kanë çfarë të negociojnë. Ajo këtë e deklaroi pas takimit me Frymgashin në margjinat e sezonit të 13 plenar të Asamblesë Parlamentare të procesit të bashkëpunimit në Europën Juglindore, i cili u mbajt në София. Постигнатият европейски консенсус през 2022 година са условията, които са постигнати като условия за присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз. Това е нещо, което не подлежи на договаряне. Съответно, необходимо е да бъдат направени съответните конституционни промени в Република Северна Македония. Ndryshe gjatë ditës Mucunski mbajti konferencë për media në të cilën foli për mandatin e tij 2 vjeçar. Ministri theksoi se shteti ka qenë vend i parë europian që ka mbajtur një sesion të dialogut strategjik me administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai rikujtoi edhe marrëveshjen e arritur për bashkëpunim strategjik me Mbretërinë e Bashkuar, Hungarinë, Kroacinë si dhe memorandumin e nënshkruar për bashkëpunim me Emiratet e Bashkuara Arabe. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, ministri tha se aktualisht 12 vende të lira ambasadorësh janë në procedurë plotësimi, ndërsa për 16 të tjerë po zhvillohet faza e konsultimeve për plotësimin e tyre. Për Sofjen është përcaktuar kandidat nga radhët e diplomatëve profesionistë.